Po kthehemi pakës në kohë, shumica këngëtarëve tanë kanë filluar karrierën e tyre muzikore para 10 apo më shumë viteve. Duhej një këngë e mirë për të mbetur në mendjen e njerëzve, e gjithashtu ajo këngë duhej të pëlqejë nga publiku. Materiali që do e ndjekim në vazhdim ka të bëjë me këngët të cilat i bën të famshëm këngëtarët e estradës sonë. E cilët janë ato këngë, e ndjekim bashkë në vazhdim. Me apo pa talent, muzika është bërë biznisi më fitim prurës i kohës. Çdo ditë më shumë, skena po mbushet me artistë të rinj që po synojnë të shijojnë ndjenjën e të qenit i famshëm. Disa po ja arrin qëllimet e tyre, disa po zhduken me hapin e kohës, por të rikthehemi tek artistët tanë, të cilët i shohim kudo, i ndëgjojmë, e besa edhe i idolizojmë. Janë këta këngëtarët tanë, të cilët tashmë kanë arritur suksesin e dëshiruar kohë më parë, e tash kreçka i mbetet është ta mbajnë atë epitet. Por ne po kthehemi disa vite më parë, po gërmojmë pak në historinë muzikore të tyre, për të sjellë këngët të cilat dolën të ishin formula e fshehtë e tyre. Ta shikon e muzikës, njëra ndër këngëtarët më të portfoliora e më të klikuara, e cila po sjell çdo ditë më shumë hite e vetëm hite. Kur të dëgjohet kënga Piroman, menjëherë ju kthem pas në vitin 2007. Edhe pse kishte lancuar klipe më herët, kjo ishte ajo për tunën. Kënga Piroman u dëgjua pa mas, e mori një sukses të paparashikueshëm, kështu duke e bërë emrin Tuna të dëgjohej kudo. E pas Piromanit, ajo më nuk e kishte problem për këngë, çdo gjë që solli kishte sukses. E Çapkënia, edhe pse u kritikua e u cilësua se i ngjante këngëtarit Tarkan, nuk doli të jetë problem për Adrian Gaxhën. Kritikat e bëjnë të veten. Lancoi këngën Çapkëne, e cila u bë super hit. Në këtë klip, Adriani u përfol edhe për dukjen e tij, ku u shfaq me grim e me disa rroba, që në atë kohë siç duket ishin in për të. Por duke i lënë anash të gjitha këto, Çapkënia e tij e bëri Adrianin sot ku është. Jo që është ende hit, por sigurisht se do mbetet edhe për shumë kohë. Janë fjale që sigurisht ju kujtojnë të trashët e skenës sonë, si që thojnë ata vetes. Chaos, DJ Blunt dhe Bardul sollën hitin Hey, i cili nuk njohu moshe gjini. U bë njëra ndër këngët më të kërkuara, më të lëshuara e më të dëgjuara ndonjëherë. Përveç suksesit që pati në vendin ton, Hey shkoi edhe përtej kufive, që në atë kohë një këngë e tillë ishte e vështirë të korte sukses, por ja që ja dolën. Për më shumë se 6 vite që nga lancimi i saj, kjo këngë, kur lëshohet, ende dëgjohet. Edhe kudo që të shkoj, unë të gjithë më shikoj. Bombastikja skenës sonë, e cila që nga paraqitja e parë tërhoqi vëmendjen që dëshironte. Lancoi disa klipe e këngë, duke bërë emër të njohur në vend, por kënga Dridhem e hypi në piedestalin e quajtur Genta Ismaili. Një frymë e re në muzikën tonë, sapo ishte kthyer nga Amerika, tronditi skenën. Kënga Dridhem e Genta Ismailit ishte dridhja që e bëri Gentën të njihej mirë nga çdo kush, me një vallëzim alla Genta e me një tekst si ajo, Genta bëri revolucioni në skenën muzikore duke thyer tabut e vitit 2004. Ishte viti 2005, kur Nora i Strefi përjetoi një kthim në karrierën e saj. Me lancimin e këngës Taksi, Nora mori një fam të madhe, kështu duke shndruar këtë këngë në një hit.
Pasaj, erdhën edhe shumë këngë tjera, shumica prej tyre u bën përsëri hite dhe Nora filloi zhvillimin drastik në karrierë. Edhe bashkëpunimi i Memli Krasniqit me Bleron i solli shumë fat këtij të fundit. Kënga Kthehu ti, me të vërtet e ktheu Bleron në sytë e publikut dhe ky është bashkëpunimi që bëri atë ku është sot. Dikur grupi më i kërkuar i estradës, Skills, përveç që sollën hitet e mëdha, ajo që bëri kthesë në karrierën e tyre ishte kënga I Kom, që nga ajo këngë ata u bën dy meshkujt më të kërkuar nga dhurueset, duke I shtyrë ata të bëjnë edhe më shumë hite. Por dikur, siç duket u mërzitën, Ledri praktisi muzikën, por dashuria e fansave të tij ende nuk është shuar. Tash cilësohet si një fenomen në rapin shqiptar, por vite më parë emri MC Kresha nuk njihej edhe aq. Ajo këngë që bëri ndryshimin në jetën e tij e në karrierë ishte kënga Lej Fleshat, e cila theu çdo rekord të asaj kohe, duke e bërë super hit e që vazhdon ende të mbaj, po atë emër. Vitet po shkojnë, e bashkë me të edhe skena muzikore po evoluon me hite, këngëtar e artistë të rinj. Por këta artistë të rinj mos I druhen sa do bëjnë hite apo jo. Muzika e kësaj kohe të jep mundësi e shans që të punosh e të krijosh sa më mirë, në dallim me vitet që gjithë këta këngëtarët e lartë përmendur, të cilët kanë kaluar sfida e të lashe të mëdha deri në arritjen e qëllimit të tyre, I cili ka qenë të bëhem ill.